Kur filloi nxjerrja e arit në Rubik? Në 64-shin ka fillu të nxjerrë, po ka qik pak. Pak. Pastaj filloi avash të shtohet. Në çfarë viti shkuat ju pastaj të punonit këtu? Unë kam mbajtur masi mbarova e fakultetin e shkencave si kimist, vajta fillimisht të fabrika Repsit në Reps. Ju jeni zonës, jeni mirëtitorve? Jemi zonës, po. Pasi erdhen e morën mu si kimist aty, sepse kërkosh që t'ishte një kimist për të bërë analizët e floririt. Po, ju kishit dëgjuar më përpara për këtë, apo kur vajtat si student ju duk çudi? Jo, kam dëgjuar, se unë pata maru shkollën e mesme Politeknikumin, shtatëndori, si metalurg edhe pata vajtur një vite pata punu si stazh. A, bët stazh në këtë vend? Stazh, edhe ishe i njohur. E dinit ku po shkonit me pak fjalë. E di se ku po shkosh. Edhe vajtëm atje dhe me njerë e ka palojën analizave dhe dola arrita që ti saktësoj me egzaktësi shumë të madhe. Sepse mund të një gabim i vogël në analiza mund të nxirrte ar atë që sishte. Se jo çdo gjë që shkëlqen është ar. Po. Unë këtë për shembull arrita që ta fiksoj, ta saksoj kur e shumë floririn në Zvicër, kur e futëm atje dhe bëhem analizat atje, që doli që gjithë analizat që kishin bërë ne, kishin eksakt. E kuptoj. Atere, më thënë, përveç faktit që ju ky ari shqiptar që standardizuar për Bankën e Shqipërisë sipas analizave që bënit ju, në momentin që ari shkoi në Zvicër, u saktësua që ju kishit drejt. Shkon të gjithmonë në Zvicër ari, apo shkoj? Jo, të ashti në vitet që po kalosh sistemi edhe vështirësohet puna, atëherë u dhau një farë urdhëri që thesari të shkohet për ujtje në një nga këto filialet tonë në Zvicër ose në Amerikë. Edhe në thanë që të bëhemi gati që për të mbrojtur cilësinë tonë të floririt që kishte për të vajtur për standardizim. Sepse mund të ndodhte që ju nuk ishit drejt, që po çonit kallëpe... Po, jo që so. Edhe u kërku për shumë që a kemi për të patur mundësi që ta mbrojmë cilësinë e raportuar. Prandaj ju duhet ta shoqëronit arin. Ju që kishit hedhur firmën që ky është ar. Po, edhe me qenë se unë i kisha bërë arin, analizën e arit në Bankën e Shtetit, kisha përvajtë me mbrojt cilësinë atje. Kishit frikë që mund të kishit gabuar? Po. Kishit? Jo, unë nuk kisha frikë, sepse kisha bindje që i kam bërë mirë, po me që atë e kërkote rregulli. Edhe vajtëm në Zvicër, në Bankë Union Zvicër. Atje të shqe vajtëm me qikë frikës, sepse mos po fliste kush e aeroplani kishte për të lëvizur poshtë, e mos goditesh nga... Kishit ju shoqëruat... Po. Atere, një moment. Ari ndërkohë ishte ku? Në bankën... Në bankë? Në bankën tonë. Iku nga banka, besoj me... Po, të ashtë ishen ato përfaqësuesit e thesarit... E thesarit, po, të bankës, thesarit shtetit. Me morë edhe mua për të bërë analizën. Dhe në Rinas, ju hipët në një avion Enkas për arin? Enkas. Për arin. Apostafat për... Ju po lëviznit praktikisht gjithë arin e shtetit shqiptar? Po. Të gjithë? Gjithë sasin. Bëhet fjalë para 90-s? Po. Vitet e fundit? Po, gjithë sasin. Do të thënë, gjithë sasia që ishte nxjerrë nga Rubiku,
se ka pas edhe ara në përbene tjere që janë këto NASA e paralegës jonë. Po gjithësasia që i kishte nxjerrë uzina Baget Rubik, tash ishte bërgati në për ambalazhe, apo stafat. Atëre ju shoqëruat arin e Rubikut, vetëm atë? Po, vetëm atë. Për sasi mund të pyes, apo nuk doni? Po, me sasi ishin rreth 2 tonë sa ishin are, 25 tonë argjend. Argjend. 2 tonë arë, sa i bie 2 tonë arë? Sa i bie këtu në... Tonazhe me kile kjo punë. Sa mbushet kjo studio me 2 tonë arë? Ja, që të thëmë ty, e zenë, është me peshë. është me peshë? Edhe është i rënë. është i rënë? E ka volumin e vogël, po është i rënd. Do me thëmë volumi nuk është i madh, po është i madh, po është i rënd. I rënd. Avioni u mbush me këtë arin dhe argjendin? Po, vajtëm. Dhe ju kishit frikë se mos... Mos, ne jo. Po pas shteti, pas frikë se mos është fol, apër fol, e zbulot edhe mos po... Qëlloj avioni? Po qëllot avioni. Në një element ashtu destruktiv. Nese, vajtem shumë mirë. Kër vajtem atje në Zyri, udhëheqja e shtetit, pas ka qenë shumë e gëzuar për këtë akt, që vajtem shumë mirë, dhe morën atë drejtorin e thesarit në telefon, edhe i thonë që ne kemi fest sone, ju keni vajtur shnoshe mirë. Aty e morët vesh ju që ju mund të këshin qëlluar. Aty e morët vesh që në rëndësishme kjo punë. Jo, ma do mëndja ju e dini që ishte rëndësishme, po nuk e mendonit që mund të qëlloj avioni. E pra, te. Me njëri tjetrin, për shumë, kishte një bisedë kur ishet në avion, mbalë më diçka që? Jo, na kishim thënë që mos folim me Ken. Mos fliste me njëri? Mos folim me Ken. Për shumë, familje kishit folur jo me gruan kur i po? Jo, e kishim majtë sekret. As me gruan? Po si dhe gruas do i kësë në Zvicër? Ne pastaj, pasi ishte nata nisjes që lejmëruam që i këshu shumë. Po jo se... Jo, e kam fjallën si bëj për të thënë në shtëpi, se tani për shumë do iki buri, ku do ikosh në Vlorë, po ti do t'a dish ku do vej. Si a bënit ju atere? Apo thoshit e di partia? Mundësisht e kishte të nëhalli ishte për ta mbajtu. Sa ma sekret. Sa ma sekret? Se u mbajtu, po mbajtu se shpëtuam. Shpëtuat. Atje pasaj me që se rekordohëm jashtë zonisht mirë, na përgëzun shumë, sepse rekordoj, se pasa pa që një farë vështirësie në qëse nuk rekordojmë standarti që po, tani vjen momenti dytë, do me thënë, Ari shkoj në Zyri, por duaj standartizuar dhe kuptuar që a kishte vlerë, vërtet. Unë analizët. Kush ai? Ai pala zviceriane? I bankës së Zvicrës. Edhe çdo kallep rekordoj. Rekordoj me pramajtje shumë të afërt me lëvizje, me gabimin në analizë. Për shembull, toleranca që lejosh për Florin ishte 0,02%. Toleranca midisje. Rekord do më shumë, u fut brenda këti koeficienti. Dhe më në analizat atje dilnin që ju kështë bërë mirë gjitha analizat. Na prekëzon shumë për këtë gjë, sepse do hapte shumë vështirësira. Se i bie që kështë quar kallëpe falso pasaj, në momentin po që po mundosh. Mund të mos e pranote. Po. Mund të rikthete, kishte shpenzime, kishte vështirësi të tjera, hapesh një lojë tjetër. E me që dhe te, rekordum shumë mirë, na përgëzun shumë, dhe sot Floriri jonë është atje, është të filiali jonë, e ka të përsipër, Banka Centrale Albania. A, ju shkonit
ju ishe në emër të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar. Do me thënë gjithçka bëjnë në emër të shtetit shqiptar. Vetëm të bankës... Ju e dini besoj që u fol një kohë të gjatë, u fol si shpritet zakonisht në Shqipëri, se në përgjithësi për të gjithë ata që janë udhëheqë thuhet e mori ai Florinin, e mori Zogu, e mori Enver Hoxha. Asë dhe një gjë, vetëm Banka Centrale Albania. Pa. Me eksaktësi. Juve nuk ju pyetën ndonjëherë për shembull që a quat Florin e emër të Enver Hoxhës, ai ishte i Hoxhës? Ju pyetën? Se mado mendja ky miti ka marrë dhën. Na kanë pyetur. Ju kanë pyetur. Na kanë pyetur. Edhe ne jemi betuar që nuk ka hile. Që është firmosur në emër të shtetit. Vetëm Në atë kohë Hoxha ka vdekur, kishte vdekur. Po kishte vdekur. Edhe aty kishte të gjithë të që ishte të thesarit shtetit, me drejtore, me në drejtore që ishte, hodhin firmën për sasin. Hodhin firmën për sa? Po. Ata ishin? Po. Për sasin edhe për cilësin. Edhe për cilësin, për të gjitha firmoset. Edhe që rakordoj me eksaktësi, dhe sasia dhe cilësia. Pra, ishte një garancie fort shumë. Një garanci shumë e fort që ari i Rubikut, ari shqiptari standardizuar në Bankën e Zvicrës, ju thoni që nga fillimi i punimeve në minierën e parë të bakrit në Shqipëri në vitin 35. Kjo minierë është hapur në 35. Po, e kanë hapë menimin me inxhinierëve të huaj. Pa. Pastaj hapën mbyll gjithë kohës apo ka punuar? Pastaj gjatë gjithë kohës kanë punuar që nga Rehova e Korçës, kërët pastaj Kuksi, këtë të minjerët e Mirditës spaqe përlatë. Dhe është mbyllur në vitin 1999, u mbyll kjo aktivitet industrial, me mjaftë rëndësi për vendin tonë, kur u prodhuan, gjatë gjithë kësaj kohe u prodhuan 271.770 ton bakër blister. Gjatë gjithë kësaj kohe që nga 35-a, po flisni? Po, që nga fillimi që... Që nga fillimi. Miniera ka punuar gjithmonë deri në 90-ën, apo? Po. E hapur gjithmonë? Po, ka punu. Aty pastaj... Arë është nxjerrë gjithmonë? Po, nxjerrë gjithmonë. Jo, se ju pyeta në fillim thatë në 67-ën nësë nxjerrë ari. Ka fillu, falë, jo, pasja është bërë raporti elektrolisës. A, e pra? Do që ma vonë. Ati është nxjerrë vetëm bakër? Po, se minerali më përpara merresh për shumë dhe ka qenë pasuru, u hap një minjerë pasurimi dhe ky koncentrati dhe këto u dërgun ikin jashtë shtetit. Ikin jashtë? Po, e morën të shtetit. Pastaj u nxorë bakër blister edhe shkojnë në bakër blister. Sa shtete na kthyn arin që ishte aty në blister. Po. Çfarë është bakër blister? Po, bravo. Bakër blister është bakër që del pas përpunimit të plotë mineralit dhe formon hiqet skorja, hiqet ato, edhe ngel një kalup metalik i derdhur që përman 90% e lartë bakër. Bakër. Këtë është ka dhe Florin brenda. Këtë është masi përpunot, shkriket dhe e formon një ne kemi pa thënë anod, që i ka gjithë elementë më rëndë. U fuste edhe u botë elektroliza. Të ashti, me elektroliz, shlami i bjetë poshtë, që kishte Floririn, i bjetë poshtë, kurse fleta mëm, u vishte me bakrin e pastër. Edhe ditë bakri pastër, pare, që u bënte vajer barë si për tela në Shkodër. Shkonte të uzina telave në Shkodër. Po, uzinën e telave në Shkodër, kurse ky shlam shkote të reparti tjetër të fëqinj, u përpunote me imtësi edhe unë nëzerte
Floriri. Dilte Floriri. Dhe deri në vitin 67 shkonte materiali jashtë që vinte pastaj Floriri këtu. Po. Atëherë ka filluar për herë të parë për punimin për Floririn. Në vend. Në 67.